Territori i Kosovës për datën 27 janar 2026 do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme me vranësira të lehta dhe intervale kthjellimesh. Paraditja do të jetë e ftohtë me kthjellime në disa zona, ndërsa pasditja vijon me vranësira të pakta në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 27 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 27 janar do të jetë rreth orës 6:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 8 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Pej 0 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 1 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 11 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 7 gradë Celsius. Suhare 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 9 gradë Celsius.